Publikohet më në fund kënga që fenomeni shkodran Luiz Eli ja ka dedikuar bebushes së tij Luna Mari. Ka qenë vetë shkodrani i zemrës i cili sapo ka postuar në profilin e tij Instagram kolonën zanore, por edhe këngën me një tekst të adhurueshëm që i dedikohet vetëm princeshës së tij, e cila përpara pak ditësh mbushi plot një vit jetë. Luizi i ka prekur të gjithë emocionalisht me këtë dhuratë kaq të bukur dhe të veçantë që i ka bërë vogëlushes së tij që ua ka marrë të gjithëve zemrën. Kjo këngë mban fjalë teje të bukura dhe që përcjellin një ndjesi shumë të mirë. Duket që Luizi e ndjen si bekim ardhjen në jetë të Lunës dhe duket qartazi edhe nga mënyra se si e ka kënduar këngën se sa shumë dashuri që ka për të. Kushto që e ka ndjekur moderatoren bukuroshe Kiara Tito dhe Luizin mund të kenë parë edhe festën madhështore që ata i organizuan bebushes së tyre të adhurueshme Luna Mari për ditëlindjen e parë të saj. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tyre e kanë ndjekur në çdo moment përmes fotove dhe videove të veçanta që ata, familjarët dhe miqtë e tyre kanë publikuar atë ditë. Madje në fest publiku i dashur ka dëgjuar edhe këngën që Luizi ja dedikoi princeshës së tij që ka shkëlqyer atë ditë. Pas shumë lutjeve dhe mesazheve të shumta që Luizi ka marrë këto ditë nga shqiptarët, nuk mund të mos ua plotësonte dëshirën. Dhe jo më larg se disa minuta më përpara, shkodrani i zemrës ka publikuar këngën e adhurueshme që i dedikohet me shpirt vogëlushes Luna Mari. Kjo dhuratë do të jetë ndër më të çmuarat që fenomeni shkodran i ka bërë deri më sot vajzës së tij, e cila kur të rritet do e kuptojë se sa shumë dashuri ka patur babi i saj për t'i dhënë dhe se sa fort ai e ka bërtitur faktin se ajo i ka bekuar jetën dhe shpirtin. Kjo këngë ka marrë brenda shumë pak minutash që pas publikimit pafund reagime nga shqiptarët dhe shumë pëlqime. Duket se ndjekësit e fenomenit shkodran nuk po ngopen së dëgjuari këtë projekt muzikor teje të ndjerë dhe pafund të bukur. Me siguri edhe ai e ka shijuar pafund dhe e ka realizuar me dëshirën më të madhe, sikundër nuk ka bërë për asnjë nga projektet e tij muzikore deri më sot. Duket që Luna Mari e frymëzon dhe e shtyn edhe më shumë drejt muzikës, duke e bërë publikun shqiptar të shijojë në maksimum zërin e tij të ëmbël e të jashtëzakonshëm. Emocionet janë të papërshkrueshme dhe kushdo që po e dëgjon këtë këngë nuk po mundet të mos e pëlqejë dhe të mos e komentojë.